që qytetarët na bashkohen. Dhe unë kam besim qytetarët do na bashkohen, sepse do bashkohen edhe për kauzën, që është e drejtë, dhe nuk është vetëm kundër korrupsionit. Ne kemi disa kërkesa aty, se mos harro diçka, të njëjtën në parlament diskutohet gjatë dhe do votohet buxheti i 2026-s. Kështu që ne na është dashur t'i pajtojmë këto kauza, sepse nuk mund të luftosh kundër korrupsionit pa luftuar njëkohësisht për rritjen substanciale të pensionit, për vendosjen e minimumit etik, për miratimin e statusit të minatorit, për rritjen e shpenzimeve publike në shëndetësi dhe arsimi. Jemi nga vendet e fundit në Evropë për këto parametra të drejtësisë sociale dhe shërbimit ndaj qytetarëve. Prandaj e kemi thirrur protestën te kuvendi, sepse nga kuvendi presim ose kërkojmë që jo vetëm të vendos para përgjegjësisë dhe shkarkoj zyrtarët e korruptuar dhe të votuar nga kuvendi i Shqipërisë, po edhe të votoj masa për të mirën e qytetarëve. Por i marr një shembull, ne si parti kemi pothuajse 3 vjet që kemi dorëzuar në kuvendin e Shqipërisë një projekt ligj për minimumin etik. Ende kuvendi i Shqipërisë nuk e ka shtruar si çështje për ta diskutuar në komisionet parlamentare, lere më në seancë plenare. Dhe janë firmat e mbi 20.000 qytetarëve që e kanë çuar atë projekt ligj në kuvend. Prandaj po them, ne duhet të japim peshën e duhur kuvendit të Shqipërisë, deputetët nuk mund të fshihen pas rrogës 3,5 milion lek, edhe pas faktit që i di Edi Rama të gjitha ne jemi kot këtu. Jo, kushdo që është në atë kuvend, pavarësisht se si ka ardhur në atë kuvend, pavarësisht se mund të ketë ardhur si rezultati praktikave të korruptuara, të kapjes së shtetit, juridikisht është duke përfaqësuar popullin. Po kupton? Pra edhe mëllumi në parlament, nuk dua të marr një shembull që mos ofendohet njëri personalisht, po qytetarët mund ta kuptojnë shumë kollaj se sa i letë shënjestra ku i quhen shumica e deputetëve të mëllum, duhet të, po e them edhe herë, duhet të japin llogari para popullit dhe duhet të bëjnë atë që populli kërkon. Pyetja ishte? Pyetja është këtu, që ju thoni që të gjithë parlamentit të marrin këtë iniciativë, por shumë harroni. Ndoshta jo, për kuptimin që shumica e ka mazhoranca në parlament. Ne si kërkoni që të bëhet kjo gjë, se në teori komplimente jeni vërtet për të miruar, por ç'është si do shkojnë në praktik për ta kuptuar tani më. Pra është një protestë e radhës që do dili jo nga 100 persona, do dili 500 persona, do marrin ju fjalimin dhe zoti Muçi dhe pastaj do kthehemi prapë studio televizive. Kam lexuar një shprehje shumë vite më parë që bënte dallimin mes inxhinierit më të keq dhe milingonës më të mirë. Edhe ndryshe nga milingona më e mirë, inxhinieri më i keq para se ta bëj veprën e tij inxhinierike e mendon, e planifikon. Kështu që ne gjërat i mendojmë, i planifikojmë dhe përpiqemi t'i realizojmë. Se sa do të realizohen, do të varet edhe nga ne, do të varet nga konteksti, do të varet nga se sa na dëgjojnë qytetarët. Po duhet të them diçka. Shumica e Edi Ramës nuk është e shkruar në gur. 83 deputetë e Partisë Socialiste janë 83 njerëz që nga një vesh i kap Edi Rama, veshin tjetër e kanë bosh. Sikur populli shqiptar dalë në rrugë dhe me dorën e vet të bërdar ti tërheq nga veshi tjetër, të siguroj që ata do të shkojnë. Dyshoj që do ndodhi. Mos harroni diçka. Jo, e di pse je skeptik dhe shumë kush besoj që na dëgjon është skeptik, sepse ne marrim të mirëqen që nuk do të dalin masivisht njerëz. Sikur dalin masivisht njerëz, po them edhe herë, për të kërkuar dorëheqjen. Jo dorëheqjen, shkarkimin, dorëheqje do thotë ti kërkosh ndër Ramës aman hik. Jo, shkarkimin e Ramës nga kuvendi. Siguroj nëse në protestën e ditës së njëjtë do të marrin pjesë mijëra qytetar, të siguroj që një pjesë e konsiderueshme deputetëve të Partisë Socialiste do fillojnë të bëjnë llogari. Ja vlen të rrim më në një varg që po mbytet apo të kërcej përpara se të rrihet mbytet me kapitenin. Më kupton? Pra, ajo që ne duhet përfiturojmë, duhet mësojmë nga përvoja e shteteve të tjera. Kur ka lëvizje të mëdha shoqërore, pushteti dridhet. Po t'ju bëj një analogji me Partinë Socialiste, dikur Partia e Punës së Shqipërisë, në vitin 1991 Partia e Punës së Shqipërisë i fitoi në mënyrë bindëse zgjedhjet e para pluraliste. Ne dhe Bullgaria kemi qenë vetë mendje mos gaboj të Evropës Lindore, kur partitë ish komuniste ka fituar zgjedhjet e para pluraliste, ama në sajt të protestave, të punëtorëve, studentëve kështu me radhë nëpër Shqipëri, një vit më pas PPSH-ja e kthyer në PS, i humbi keq as zgjedhjet. Pra, shumë çka ndryshon, në politik atë që ta bën momenti mund mos ta bëjnë vite. Dhe unë mendoj që po piqet situata. Pakënaqësia është mjaft e madhe, këto vepra korruptive që janë në sy të gjithë dhe të gjitha prirja e Ramës për të mbrojtur me çdo kusht ballukun, për të identifikuar me të, kanë bërë që kazani i shoqërisë të vlojë dhe kam besimin se shoqëria kërkon instrumentin e duhur në duart e saj për të çarë të keqe. Unë besoj që kjo do të televizia bashkë. Sigurisht, ne do të protestojmë në mënyrë periodike, ne do të kërkojmë shkarkimin e Ramës, pastaj ballukut dhe të gjithë zinxhirit korruptuar të qeverisë aksion mbas aksioni dhe nuk do të harrojmë për asnjë rast të kombinojmë kërkesat tona, po themi për të hequr dikë ose kërkesat e quajmë mohore me kërkesa pozitive, me kërkesa çfarë ne presim nga institucionet. Pra, nuk mjafton të thuash vetëm poshtë korrupsioni, poshtë korruptuarit, i këtij hajde unë.
duhet kesh dhe një vizion alternativ për Shqipërinë. Pa duhet të thuash njerëzve që ne kemi edhe karakterin moral dhe idet dhe plan institucional të ardhshëm për ta luftuar korrupsionin, por ne kemi dhe ide se si Shqipëria mund bëhet një vend i jetueshëm, një vend ku nuk largohen 50.000-60.000 vet kryesisht të rinj çdo vit nga vendi. Lëvizja Bashk mendoj që i ka i plotson të gjitha këto kushte apo parametra për të qenë një parti që ka këtë potencialin orientues, ta them, ose katalizator të lëvizjes shoqërore. Ka gati 3 javë tani më që partia më e madhe opozitare në vend, Partia Demokratike, po zhvillon një tip